Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe si që keni parë nga titulli, sot do të kemi një video ku do të provoj për herë të parë snacks greke. Unë u gëzova shumë kur I gjeta në market, do ju le dhe disa pamje këtu që kanë shkuar tek marketi dhe ndërkohë do t'ju them që kisha bërë një postim në YouTube dhe në Instagram ku ju pyesja se çfarë shteti mendoni se ka marrë këto snacks dhe shumë pak e kanë gjetur, kështu që po le diku të vendosura këtu të gjithë njerëzit që e kanë gjetur dhe ju përshëndes të gjithave ju. Kështu që të gjitha që keni gjetur, bravo, dhe pa humbur kohë, unë kam gjetur tani një patati, do t'i vendos të gjitha mbi tavolinë, që t'i marrë një nga një. Ndërkohë unë do t'a nis me të kripura, me të ëmbla, të shohim se çfarë do provoj dhe ju që jeni me Ramazan, ju lutem shikojeni video në darkë në qoftë se ju e keni problem që të shikoni video me ushqime. Patatina është kjo, është e gjitha greqisht, unë nuk di të lexoj greqisht, kështu që po lexoj pak tek proqotimi. Patatin me krip thot. Kështu që e shohim. Patatina është kështu, si gjithmonë kam fiksim që mbaj pak erë ushqimit. Është krokante, nuk ka shumë krip dhe kjo më pëlqen se janë disa patatina që kanë shumë krip. Çmimin e kishte, se kam marrë dhe faturën këtu. Kjo patatinë është 1 euro, po flas me euro që të mos ngatrohemi. Tani do t'ju vë dhe nota dhe në fund do them çfarë më pëlqen më shumë dhe çfarë më pak. Atëherë kjo notën 9. Nuk po e ve 10 se nuk është ajo shija që unë do bëja wow. Vazhdojmë, nuk kam më të kripura, kam edhe lëngje, kam marrë 2 lëngje, kështu që e nisi me këtë, ndërkohë që dua të pi pak se kjo është me mollë, portokall dhe pjeshk, ndërkohë unë lexoj dhe përkthime. E tundin pak para përdorimit. Ndërkohë unë jam këtu në Pogradec tek 1 maj dhe është super ambient relaksues. Kjo pija që nga shumë e mirë sepse nuk është shumë e sheqerosur, domethënë mund ta pish edhe të gjithë paketimin se që ka shumë e mirë. Notën 10 do t'i ve. Vjen pak si e thartë nga portokalli, kështu që më pëlqen shumë. Do ta mbaj këtu që të pi ndërkohë që provoj. Okej, çokolata kam marrë këto të dyja. E nisi me këtë. Është jon çokoladë qumësh me lajthi të plota. Sa fjalë di unë? Psomi, që I thon bukës, avko vezve, poselene, si të quajnë. Ju përshëndes të gjithave ju që jeni shqiptare që jetoni në Greqi. Çokolata është kështu, me lajthi. Tani do marrë vetëm një copë të vogël. Gjëja e parë që ndihet është ajo aroma e lajthisë. Çokolata notën 9, nuk po jap 10 sepse nuk është ajo shija që ka çokolata super shije siç është Lindt për shembull, por që është shumë e mirë është. Më pëlqen që edhe kjo nuk e ka të sheqerit që të djeg gryka dhe unë këtu jam shumë e fiksuar te pjesa e sheqerit. Vazhdoj me këtë çokoladën tjetër. Ndërkohë që unë ja u tregoj, sheqer qumësht, kakao, ka dhe gjalp kakao dhe aromatizuar me vanilje. Kjo ishte rreth 50 cent pra gjysmë euro, edhe këto ishin nga gjysmë euro, se I mbaj mend. Është kështu, s'ka asgjë. Ka shijen e çokoladës së zezë. Është e mirë, po jo ndonjë çokoladë wow. Notën 7. Vazhdojmë me këto, që këto janë shumë të famshme. Këto ishin afër 2 euro. Sa I bukur ky paketimi kështu, të bërë ASMR. Është kështu. Është si tip vaferi në kombinim me çokoladën, gjë që mua më pëlqen shumë, kështu që kësaj do t'i jepja notën 9/10. Akoma nuk do ta meritonte 10-ën, por I afrohet 10-ës, më pëlqen shumë. Lëng frutash me luleshtrydhe, mollë dhe rush. Do I krahasoj nëse kjo apo kjo më pëlqen më shumë. Sa amita kemi pirë kur ishim të vegjël. Mund të merja dhe amita, po zoja sepse dua të marr këto që si kisha provuar ndonjëherë. Shumë e mirë është dhe kjo. Te kjo ndihet shumë ajo sheja luleshtrydhe, duket sikur është vetëm e luleshtrydhe dhe rushi dhe molla s'është që ndihen shumë. Më pëlqen shumë aroma e luleshtrydhes, po jo kjo shija e ëmbël. Domethënë më shumë jam te kjo. Kësaj do të jepja notën 7, ndërsa kjo më pëlqeu shumë. Vazhdojmë tani çfarë na ka ngelur. Okej, vazhdojmë me vaferat. Janë këta 2 këtu, kështu që po hapim njërë këtu.
Këtë mos them që se kam provuar, se do gënjeja, këto e kam provuar dhe është një nga të preferuarit e mi dhe kisha si të mos e merja në video. Ky është super, notën 10, shikoni. Ka edhe lajthim, edhe shtresa waferi, edhe çokoladë. Ky më pëlqen shumë, po edhe këtë copën. Vazhdo me këtë waferin këtu që në paketim lexon që është me krem vanilje. Është kështu. Shumë shihet të mirë, ndërkohë ju them dhe çmimet. Kjo çokolata ishte 1,5 €, kjo gjysmë euro më duket t'jallë tash, ndërkohë që këta waferët, edhe këta më pak se 1 euro janë. Ky notën 8. Më pëlqen, po jo se është wow. Ky është nota 10 me yll. Tani do vazhdojmë në disa biskota. Po sa të bukura që kanë. Biskota të këtilla unë nuk e di, po më duken super të mira. Sa e hap është ajo aroma e bananes dhe është super aromë. Super. Nëse i gjeni këto biskotat, shikojini mirë, merrini se do kënaqeni. Këto biskota marrin notën 10 kështu, 10 të plot. Janë super të shijshme, do vazhdoj ta të gjithën dhe do kthejmë këtu pas pak. Vazhdojmë me biskotat të tjera. Janë këto biskotat me copa portokalli dhe çokoladë. Nuk e prisja që këto biskotat që ishin me banane të ishin kaq të mira, unë kisha provuar nga ato me luleshtyre, po këto janë më të mira. Biskotat janë kështu. Kanë shumë aromë portokalli. Ato copat e çokoladës nuk është që ndjen shumë, po kjo me portokall që ka këtë aromën është shumë e mirë. Notën 8 për 9, do më thënë aty të 9. Nuk i jap dot 10, se nuk ndihet ashja çokoladës, gjë që do doja të ndjeshe më shumë. Vazhdoj me këto biskotat, mini biskota nga Papadopoulos. Ju që jeni në Greqi e që dini greqisht më thoni nëse e the mirë Papadopoulos. Janë këto. Mini cookies, çokoladë kakao me copa çokolade të zezë, miell gruvi. Mini cookies as 1 euro, 950 lekë të vjetra. 1 euro do me thënë. Dhe janë me vërtet mini, shko sa të vogla. Të shijshme, por jo wow, notën 8. Ndërkohë po pi pak nga lëngu im i preferuar, nga sosa cutje. Këto pra ishin snacks nga Greqia, ndërkohë pres në komente se nga cili shtet doni ju që të bëj në videon e radhës, për shembull kineze, japoneze, zviceriane, më komentoni ju. Kështu që unë do zgjedh një nga idetë tuaja dhe do ta përshëndes në videon tjetër. Dhe do t'ju them tani kush më pëlqeu më shumë nga të gjitha. Jam midis biskotave me banane dhe kësaj këtu, por nuk e di domethënë. Se kjo është e preferuara ime gjithmonë dhe kjo ma mori zemrën tani, kështu që nuk po i ndaj. Këto të dyja janë notën 10 dhe të para që më pëlqejnë më shumë. Ndërsa më pak do t'jepja kësaj këtu dhe kësaj amitës. Kjo ishte video, shpresoj t'jeni kënaqur, unë u kënaqa me këtë pamje kështu, me liçenin, me malin që ka rënë dhe pak bor aty dhe me këtë relaksim dhe me qetësinë që të fal po gradeci, po ju le këtu, vazhdo të shihemi në një video tjetër, ju dua shumë të gjithëve, paçim.